Anijet e peshkimit vijojnë që të mos zbatojnë urdhrin e Drejtorisë së Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës. Kjo e fundit e kishte lënë një afat prej 7 ditësh për të mundësuar heqjen e anijeve turistike që kishin zënë vendet e anijeve të peshkimit, por nuk ka ndodhur kështu. Televizioni 6+1 Vlora realizoi një tjetër vëzhgim në Triport, aty ku mjetet turistike ishin në po të njëjtat vende. Por tashmë nuk po zihet vetëm pjesa ku anijet ankorohen në pjesën detare, por edhe vendet e parkimeve, si kundër po ndiqni edhe në pamjet në ekran. Edhe pronarëve të këtyre mjeteve u ka shkuar njoftimi për t'i larguar. Porti i peshkimit në Vlorë po penalizohet, vendet ku anijet e peshkimit duhet të ankorohen po zaptohen nga anijet turistike. Në këtë kuadër, Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës ka nisur njoftimin e subjekteve apo thëndryshe pronarëve të mjeteve lundruese turistike. Madje javën e kaluar njoftuan edhe publikisht mjetet, por në fakt, si kundër ndiqni, nuk ka lëvizur asgjë. Në zbatim të nenit 65, Menaxhimi i infrastrukturës së peshkimit dhe format e tij, ligjit për peshkimin, të gjitha mjetet lundruese pa licencë peshkimi që ndodhen të ankoruara në portin e peshkimit në Vlorë, duke sill pengesa për zhvillimin normal të aktivitetit të peshkimit, të marrin të gjitha masat e menjëhershme për largimin e këtyre mjeteve. Nëse masat nuk merren brenda 7 ditësh nga marrja e këtij njoftimi, anijet turistike do të gjobiteshin me 15.000 euro deri në sekuestrim mjeti. Drejtoria e Peshkimit kërkon për këtë bashkëpunimin e Drejtorisë së Kufirit dhe Migracionit si dhe Kapitenerisë së Vlorës, por deri më tani nuk ka patur asnjë bashkëpunim.